Do të prezantoj tani edhe mysafirët e mi në ekran tim të gjatë trajneri i Drenicës, skuadër kjo që i shpëtoi largimin nga Superliga për mbetjen e barazh, trajneri Rafet Fadil Rama. Mirëmbrëma trajner dhe mirësevët. Mirëmbrëma. Në ekran tim të gjatë është vjen nga Prishtina, Gentrit Begolli sulmues. Gentrit, mirëmbrëma, mirësevët. Mirëmbrëma. Dhe në të majtën time është Erdin Hashani, kapiteni i Dritës, skuadër kjo që sot pësoi humbje nga Gjilani 1-0. Erdin, mirëmbrëma, mirësevët. Mirëmbrëma, si gjithë. Si dhe kolegu im nga tribuna Channel Art Kuqi, Art, mirëmbrëma dhe mirësevët. Mirëmbrëma, vështirë. Trener, një fitore e vështirë, një finale para finalës së barazhit. Po, mendoj ka qenë një lojë e vështirë, duke pasur parasysh se të dy ekipet dhe luftonin për ta shpëtuar rënien nga liga, do të thotë për të arritur barazhin. Mendoj se ka qenë një lojë e nivelit të mesëm, si s'dihet në për lojë të tilla nuk mund të tregohet lojë me aksione, kombinime të mira, kombinime të bukura. Mirë po, mendoj se çka vlen të theksohet dhe është për të vlerësuar se angazhimi ka qenë të dy ekipeve në nivel dhe mendoj se me një disiplinë dhe angazhim, siç thash, Drenica arriti të shënoj një fitore për ta shmangur rënien nga Superliga. Patët presion para ndeshjes? Po normal në për ndeshje të tilla gjithsesi presioni nuk mungon. Mirë po, arritëm të ta evitojmë atë duke shënuar fitore dhe mendoj tash neve na mbetet të orientohemi dhe të koncentrohemi ka loja e radhës për barazh. Erdin, që ka ndodhur në derbin e Gjilanit? Pësuat humbje? Pësuam një Por i humbje. falënderuar Drenicës. Mirë kishte cek treneri unë që Drenicës që ka po hojnë në këtë Kosova nuk jashe hojnë në Drita, po kisha me thonë këtu që Drita në këtë ndeshje kishim ne ngarkesën shumë madhe psiqike, duke ditur se neve na deshke rezultatin, ndërsa Gilani nuk i deshka asnjë gjë. Kështu që mendoj se kjo është arsyeja pse ne humbëm. Po është edhe tjetra, ka minuta 70 në duket ishte kur ne e morëm vesh këtu asë ndeshje që Drenica është duke fitu 2-1, kështu që nashta kjo edhe ndikoi pak që ne ul shumë, domethënë. Shumica lojtarë e kuptuan këto dhe tifozat, kështu që nashta është kjo edhe arsyeja që na humbëm. Edhe pse domethënë është derbi kjo, po çfarë bëj, kjo është futbolli. Po. Prishtina humbi nga Besa 2-1, çka ndodhi sot Gëndrit? Derbi i rivalëve të vjetër, mirë po sot Prishtina ka luajtur me formacion me thonë dytë, pasi ka dhënë rast të disa lojtarë. Mendoj se ka qenë ndeshje vetë sa për prestazh, për arsye se Prishtina e ka me të shtunën. Sigurisht se trajneri Fadil Berisha i ka ruajtur edhe lojtarët. Ardh, java e fundit. Kushtrim një mesatare mirë golash, 19 gola në 6 ndeshje. Duket që shumica skuadrave kanë luajtur pa presion, si shta dhe Gëndriti rastin Prishtinës. Sa i përket derbit, ishte hera parë në jetën time që kam parë një derbi, pas të cilit një skuadrë fiton, ndërsa tjetra dhe pse humbë festoj. Drita festoj bashkë me intelektualet, sigurisht sigurimin e barazhit. Drenica rrezikoi shumë. Pra rezultatit 1-1, Istoku pati rast vetëm për tjerë me Surduraku, e huqi, në anën tjetër pastaj e riktheu Hisen Tahiri. Gjithsesi do dalim pas pak edhe tek këto dy ndeshje. Atëherë do të shohim kronikat e ndeshjeve të zhvilluara në Gjilan dhe Skënderaj, ku vëmendja kryesore ishte në këto dy takime. Istoku në ligën e parë dhe Drenica e Drita në barazh. Ky është verdikti i xhiros së fundit të Raiffeisen Superligës, me edicionin 2015-16 që prodhoi një luftë shumë interesante për mbetjen në elitë. Me të drejtë vëmendja më e madhe ishte në Skënderaj e Gjilan, ku ndeshja Drenica Istoku tha në fund fjalën kryesore. Në një sfidë me shumë presion dhe me spektakël në tribuna, vendësit e nisën më mirë duke kaluar në ëpërsi në minutën e 10 me Hisen Tahirin. Shpresat e troftave për mbijetesë u rikthyen pas 20 minutash, ku Fatlum Gashi barazoi nga vërsia për 1-1, rezultat me të cilin u mbyll pjesa e parë. Tahiri doli të ishte vendimtar për mbetjen e kuqezimeve në elit, pasi që shënoi përsëri për Drenicën në minutën e 68.
Istogu spati fuqi të bëjë diçka më shumë deri në fund dhe vërshëllima përfundimtare gjyqtarit Kreshnik Vula i la të shtrirë në tokë lojtarët mysafir, ndërsa vendesve ju mbetet tani ta sigurojnë mbijetesën në sfidën e barazhit. Përkundër rëndësisë jetike për pikë, Drita ka humbur derbin e dytë sezonal ndaj Gjilanit, kësaj radhe duke ju dorëzuar të koçëve pranë rezultatit 1-0. Në tribuna mbi zotrante si zakonisht një atmosfere jashtëzakonshme, me fituesin që vendos në minutën e 81, nga ky gol i Egzan Shabanit. Përfundimisht 1-0 në Gjilan, ku bardhëkaltërisht shpëtuan nga fitoria Drenicës ndaj Istogut, ndërsa Gjilani u gëzua një edicioni që ka mbyllur në plus sa i përket derbit lokal, me 2 fitore e 1 humbje. Trajner u friksua se mund ndodhë ndonjë befasi që më poshtë Istogu? Po, normalisht, duke pasur parasysh se edhe tradita është në onën e Istogut, gjithashtu sezon... 4 pikë ka morën. Po, mirë po, ne prej fillimit i kemi qasur me seriozitet kësaj loje, jemi përgatitur maksimalisht, ashtu që mos të vije deri te ndonjë befasi. Erdene thatë që ishit me mendje tek Drenica, tek rezultati në Skënderaj. Kërkonit ju fitore sot, apo dëshironi të barazimin? Jo, na hinëm për fitore duke ditur që mos timojnë me të Drenica. Po rëndësia e lojës ndoshta tek do lojtarë ka ndikuar shumë, se ishte ngarkesa shumë e madhe, duke ditur që na hinëm veç për fitore. E ndërsa Gilani po e theksoj prapë që nuk kishte çfarë, domethënë ishin pa kokër presioni, s'kishin hiç pression, kështu që na kishim qëllimin që mos marrim gol, domethënë pjesën e parë që truhemi në gol, pastaj pjesën e dytë që sulmojmë me gjitha forca, po ty e ditur se ata me një kundër sulm na dhan, po është e thashë edhe më herët domethënë që na kur morën vesh që Drenica veç është të fitu 2-1, neve na kryke punë, domethënë edhe barazimi edhe humbja, domethënë vetëm se e kishim mendin te Drenica masanej, domethënë. Po, Art, e presin fitoren e Drenicës? Drenica sigurisht është llogaritur favorit për shkak se si vendos tradicionalisht është treguar e fortë, mirëpo meriton respekt klubi Drenicës për organizimin e ndeshjes, edhe pse ishte finalja ose e kam cik ndeshja më e rëndësishme në këtë dekadë për Drenicën, pasi që humbja do ta eliminonte nga do ta çonte në ligën e parë. Organizimi i ndeshjes, të paktën ajo çfarë është parë në televizion ka qenë shumë i mirë. Istogu ka luajtur si në shtëpi, ka mundur të fitojë, ka pasur të gjitha mundësitë. Mirëpo megjithatë Drenica fitoi, kjo ishte vetëm një gjysmë fitore, pasi që edhe një gjysmë tjetër duhet të arrijë në barazh. Trajner, Drenica për herë të parë ndodhet në barazh që nga pas lufta. Javën e kaluar kemi pasur në emision ish trajneri i Drenicës Tahir Lështakun, i cili ka hedhur akuzën në kryesinë e klubit, i cila sipas tij përzihet në punën e trajnerit Fadil Rama. Dhe për këtë arsye është në këtë gjendje Drenica. Ndonjë koment për këtë me siguri kemi parë deklaratat e tij. Shqyqoni, veç në fillim kampionatit, ne kemi startu, si që din gjithë, me një ekip të re, jemi kryesia ka qena e cila ka vendos që kampionatin ta fillojmë me lojtar kryesisht vendor. Dhe në ekip të unë nuk kem pas ma shumë se 2-3 lojtarë, të cilët kanë qenë me përvojë si Dajaku, Geci, mos t'i numroj me emra. Dhe thëtë kem pas vështërsi rreth formimit të krimit të ekipit dhe kushte për lojë. Mirë po me vetë kohën, sezonën e kalum kem të regu lojrat mira, sepse kem pas Taulan Dajakun aty. Dhe portier, kem pas edhe një portier rezervë, i cili ka qenë prej Feronikelit i huazum të na, dhe thëtë nuk kem pas probleme si tash si kem këtë 6 mujorëshin, këtë gjysëm sezonin tjetër, dhe thëtë mirë po kem arrit disi deri këtu kemi ardhë. Normal, kryesia momentalisht, kjo kryesisi është, e cila ka morë përsi përse meriton, kjo kryesi meriton nuk është krejt zi, sepse në momentin ma kritik klubi, si që din edhe ju kam bet, pa kryesi, pa donator, pa kurgju, janë ofru këta njerëz dhe kanë vendosur që ta ndihmojnë klubin, bashkëpunim kuptohet me komunën.
Kjo kryesi, po mendoj, nuk ka ku me ditë diçka mirë po, jep pagat janë me rregull të çdo lojtarit, siguron kushtet për punë, siguron mjetet, financa dhe merret me organizimin dhe me krijimin e kushteve për punë, se do të thotë janë të vëlletshme. Jemi merr vesh në fillim të kampionatit, jem dakordu që kryesia t'i kryjnë punë të veta, shtabi teknik të veta dhe lojtarëve që të luajnë t'i kryjnë punë të veta. Normalisht si çdo ekip ekzistojnë bashkëpunimi mes kryesisë dhe shtabit teknik, ajo është gjë normale dhe ashtu edhe në klubin tonë ka marrëveshje rreth organizimit të lojtarëve, rreth, si me thonë, krijimit të ekipit për një të ardhme, dhe thot me lojtarë të ri, dhe kryesisht aty është edhe orientimi i kryesisë dhe i vetë klubit. Gentrit, Prishtina përfundoi në vendin e 8, sigurisht se kjo pozitë nuk është pritur as nga lojtarët, as nga trajnerët, as nga askush. Si ta vlerësoj këtë? Prishtina dihet se gjithmonë sezonën e fillon me 2 objektiva, kupë kampionat. Si vjetë sezona, dhe me thonë, e kampionat nuk ka qenë e mirë po e kena, dhe me thonë, kupën, objektivin tjetër, cilin gjithmonë luftojnë edhe për to, ku mujna me një fjallë me pështu sezonën edhe me iknash shikus. Do të bisedojmë për kupën. Mirë po, sa i përket kampionatit, besoj që Prishtina vazhdimisht po ka probleme me disa gjona që më na përsëritën gjithmonë, ndrimi shumë i trajnerëve dhe ardha e lojtarëve dhe shkurja e tyre çdo 6 muaj. Dihet se cili trajner po vjen po afron nga 12 futbollistë dhe kjo po sjell pasoja, për arsye se nuk po mujna më komponu. Edhe po mendoj se kjo është, domethënë, ma në fund janë ardhur këto rezultate kaq dobta këtë sezon. Por madje në momentet vendimtare Prishtina iku barazhit, madje prej disa javësh. Po mendoj se Prishtina me qetë. I ka pas 2 ndeshje, duket para 2 javë, ndeshja me Drenicën ku fituam 0-1 dhe me ISU kanë qenë vendimtarë për Prishtinë, ku arritëm me fitu edhe me fitu lojë direkt me kundërshtarët që cilët luftojshin për barazh dhe për mbijetesë. Edhe ma në fund ja arritëm atij objektivit të cilit nuk kena menuar as vetë që kena me luftu për me ikë barazhit. Mirë po ndodhe kjo edhe Prishtinës, besoj që nuk ka më përsërit më. Është shumë interesant kushtrim e Prishtina sikur e ndroi fytyrën pas largimit të Sami Selmaxhit. Kisha dashur di nga Gentriti, është brenda ekipit, çfarë ndryshoi me ardhin e Fadilit? Sa i përket Sami Selmaxhit, domethënë trajneri vlerësohet me rezultate, u pa rezultatet e tina sa kem Prishtinë dhe po shihen rezultatet e tina sa rezultatet e tina domethënë pasi e mori kekun apet. Edhe me ardhin e Fadil Berishës ka ndryshuar gjonat, ku dihet se me njerë pas orës Fadilit Prishtina ka fituar 3 lojë me radhë, pastaj një barazim dhe një humbje, pastaj kena fituar edhe 4 ndeshje me radhë. Edhe mendoj se ardha e Sami Selmaxhit ka shkaktuar disa probleme për arsye se arritën disa mos pajtime me liderin e ekipit dhe ato ndikun. Mirë po besoj që me... Megjithatë duket që pastaj, do të thotë me Fadilin në krye, angazhimi i lojtarëve duket që ishte më i madh. Angazhimi gjithmonë ka qenë i madh në Prishtinë, ajo nuk diskutohet për angazhim, mirë po atmosferën në cilën e krijon trajneri në dhomat e zhvillës ajo varet edhe mbi tina. Erdin, si po duket kjo renditje? Është realizmos 6 skuadrat e para? Po nëse Jeni prej shumë vitesh futbollin e Kosovës, Fernikeli për herë dytë kampion. mendoj se Fernikeli është skuadra me organizuar, kështu që mendoj me gjithë merit, me plot merit është në vendin e parë. Duke ditë domethënë se gjirën e tretë apo çu më thon pjesën e tretë të kampionatit nuk ka ngabu shumë pak, kështu që kjo ja ka mundsuar domethënë Hajvalia ka gabu më shumë, kështu që kjo ja ka mundsuar që Fernikeli të jetë kampion. Ndërsa këto të tjerat mendoj që është reale, dhe Trepça të ndërnon ka një ekip shumë të mirë, domethënë janë të komponuar shumë mirë, pak lojtarë me provojë dhe lojtarë të ri, mendoj se kjo tjetër pjesa është reale. Unë për Prishtinën thoya se e kemi ditë që Prishtina do të ikë barazhi duke ditur që ka një potencial shumë mirë lojtarë, ka lojtarë shumë, edhe ka marrë domethënë gjatë kësaj sezoni në janar. Ne nuk jemi shtyr me Prishtinën, ne jemi shtyr thoya se me Drenicën, me Lirin, po e keni lënë për finalen e kupës të Shtyrinit duket. Prishtinën e keni lënë për fund që shihen mbi torte. Ky përfundimi i kësaj renditje si u duket?
kushtrim një tabel e cila ka ndryshuar gjatë gjithë pjesës tretë kampionatit, përveç pozitës parë. Kisha dashur të them disa fjalë për Istogun, është skuadër e cila meriton respekt, pasi që realiteti kosovar në ka dëshmuar viteve të fundit që ajo skuadër që ka probleme financiare zakonisht bie nga elita. Istogu është ndër klubet më korrekte në futbollin kosovar, të paktën gjithë futbollistët kanë thënë gjithmonë që në Istog luajnë si në shtëpinë e tyre. Futbollistët e Istogun kanë deklaruar gjithmonë që kur nuk kanë probleme financiare dhe në fund Ranga Elita pranoi me plot sportivitet do të luajë në sezonin e ardhshëm në ligën e parë dhe nuk është fundi i botës. Meriton shumë deri në fund, nuk u dorëzuan deri në ndeshjen e fundit. Drenica, si e nënta në Super League, takohet me vendin e tretë ligës parë, që në këtë rast është Dugagjini. Pra Drenica, Dugagjini dhe Drita Flamërtari. Ka presin nga kjo ndeshje? Po Nëse nuk dihet se kur do të zhvillohen ndeshjet e barazhit. Mendoj se nuk do të ketë kundërshtar të lehtë, nuk ka favorit. Këtu ndeshje Drenica nuk ka pas rastin të luajë siç e cekte dhe ju më herët. Mirë po ne prej ditës së nesërme do të fillojmë me përgatitje, gjithsesi do të vazhdojmë dhe të përgatitemi dhe të jemi sa më të gatshëm për atë lojë. Mendoj se Drenica 2-3 lojë të fundit veç ka një ngritje të lojës, sepse si që dini edhe ne kemi qenë në krizë të rezultateve duke filluar atje prej lojës kundër Tripçës 89, pastaj Besës, pastaj Drita Gjilanit në poshtin shpe, pastaj Prishtina, do thot në Tripçën 89 patëm një largim një lojtarit me kartën të kuq, pastaj në Besë PS pësum portieri Lëndemu do të më largue, na për cilën disi edhe fati, do thot tash 2 lojët e fundit kemi fillu një përmirësim dhe një ngritje të lojës. Mendoj se do të vazhdojmë edhe me vazhdim do të vazhdojmë punën. E njeni Dugagjinin? Kemi përcjell një trajner joni ka përcjell lojën e fundit, është një kundërshtar si nuk bën të nënçmuhet kursesi dhe ne do t'i qasemi me seriozitetin më të madh edhe asaj loje. Drita Flamërtari. Si që cekja dhe trajneri, do të thonë, në barazh nuk ka favorit, kështu që ka me qenë mendoj një lojë nerash, ose më mirë me thonë, ka me fitu më shumë përgatitja psiqike se saja fizike. Po ndeshjet e fundit që i kemi lujt, do të thonë që i kemi rrit një ngritje, unë e besoj që do të jemi prapë ne në Super League. Duke ditur se kemi lojtarë dhe me provoj, kemi lojtarë dhe 3, kështu që ndoshta Flamërtari është një ekip pak më e re. Ndoshta aty një mungon përvoja në kësi ndeshje. Këtu mendoj se është përparësia të na. Po ka bërë pak përvoja dhe herën e kaluar ishim pikërisht me Dritën. Po ishim pikërisht me Dritën, po në Drita madje na ankuar shumë se një penallti e qëtarit Kreshnik Vula i ka larguar ata nga Superliga. Unë mendoj që muna me fol për këtë Dritën tash, jo ato që siç ka qenë, po kjo Drita është shumë më me përvojë se sa ajo Drita tërë që ka qenë. Duke poshtë edhe ndeshjet e fundit që kemi zhvilluar dhe që jemi në finale, domethënë që jemi një ekip me përvojë, një ekip shumë e mirë. Nart, çfarë problem ka këtu? Fillimisht është shumë keq për trajnerin dhe Erdinin mbase që ende nuk e din se kur do të zhvillojnë ndeshjet e barazhit. As vendi nuk dihet. Nuk dihet një vend neutral me siguri. Me siguri në Rezalushtat Mitrovicës. Sa i përket Erdini tha shumë mirë, Drita ka më shumë përvojë se Flamërtari, megjithatë ekipi Kuçzi ka treguar edhe edicionin e kaluar ka qenë shumë i rrezikshëm për Dritën. Sa i përket po ashtu edhe Dugagjini është mobilizuar gjithë klina që pas shumë vitesh ta inkuadrojnë në Super League skuadrën e tyre, megjithatë i shoh favorit 2 ekipet aktuale të Superligës. Atëherë mbetet të shihet se çfarë do të na sjell barazhi.